Përshëndetje, unë jam Melinda nga e para 4. Dhe unë jam Lona nga e para 4. Sot kemi përgatitur një projekt për historinë e brendshme e Rozafës. I ra mjegull abunës dhe mbyloj të tërë. Kjo mjegull mbeti aty 3 ditë e 3 netë. Pas 3 netë shpry një herë e hollë dhe lartoi mjegullën. Aty në malën e Kodrës punonin 3 vlezër, ndërtoi një kështjell, murin që bëri ditën, prishe natën. Dhe kështu nuk e lartonin dot. U shkon aty një plak i mirë dhe u thot: "Puna e mbarë, o 3 vlezër, të mbarë pa që plak i mirë, po ku e sheti të mbarën tonë? Ditën punojmë, natën prishem. A ditën na thosh një fjalë të mirë që të bëjmë që të mbajmë munën në këmbë?" "Unë di," u thot plaku, "ku e kam për mëkat tua the. Atë mëkat lidhen mbi kokat tona, se ne duam të qëndrojmë në këmbë këtë kështjell." Plaku i mirë mendohet e pyet: "A jeni të martuar, o trima? A i keni ju të 3 bashat tuaja?" "Po," përgjigje njëri nga vlezërit, "na thoj që të bëjmë që ta qëndrojmë këtë kështjell në këmbë." Vllai i madh e shkeli besën e fjalën, ja tregoi të gjitha bashkës së vet. I tha të mos vinte atje të nesërmen. Edhe i mesmi e shkeli besën e fjalën, ja tregoi të gjitha bashkës së vet. Vetëm i vogli e mbajti besën e fjalën. Nuk o vendoj në shtëpi, nuk i tha gjë bashkës së vet. Në mëngjes ato të 3 ngrihen shpejt e shkojnë në punë, qekat në godisin, guret saptohen, zemrat rahin, muret lartohen. Në shtëpi nëna e tjerëve zi gjë i thot së madhes: "Moj nuse e madhe, njështri duan bukë e ujë, duan kungullin me verë." Nusja e madhe ja kthen: "Besa nën, sot s'mund të shkoj se jam e smur." Kthehët i thot së mesmes: "Moj nuse e mesme, njështri duan bukë e ujë, duan kungullin me verë." "Besa nën, sot zvete, se du të shkoj te flisi për të bujtur." Nëna e djemve i kthen nusës së vogël: "Moj nuse e vogël." Nusja e vogël u ngrit në këmbë: "Urdhro zonja nën, njështri duan bukë e ujë, duan kungullin me verë." "Besa nën, unë shkoj, po e kam djalin të vogël. Druhem se do të pi gjy e qanë. Nisu shko, se djalin ta shikojmë ne, e sa lëm të qaj," i thon punatat. Ngrihet e vogla e mira, merr bukë e ujë, merr kungullin me verë, pudh djalin në të 2 faqet, niset e bie në kazenë. "Puna mbarë, mjeshtër, po që është kështu, që kanë vlalen e zgodasin, po zemrat rahin fort e fort, fytyrat zbehen. Kur e sheh vogli të shoqen, hedh që kanë nga dora mallkon gurin e murin." E shoqja i thot: "Shketi im zot, pse mallkon gurin e murin?" Hidhet punati i madh: "Ti pas ke lindur në ditë të zezë me punata jon, ne kemi bërë me fjalë të murojmë të gjallë në mur të kështjellës. Shëndosh ju aty punatër, po unë do t'ju lë një porosi, kur të më muroni në mur, synin e djathtë të malini jashtë, dorën e djathtë të malini jashtë, gjirin e djathtë të malini jashtë, se djalin e kam të vogël, kur të nis të qaj, me njërin sy do ta shikoj, me njërin dorë ta ledatoj, me njërin kënd do t'ja tund djepin, e njërin gjë do t'ja jap ta pi. Gjiri im u muroft, kështjella qëndroft, djali im u trimëroft, u bëft mbret e mbretëroft." Ata e marrin nusën e vogël dhe murojnë në themelë të kështjellës, dhe muret ngrihen, lartohen, nuk shkenden më si më parë, por rreth tyre guret janë dhe sot të lagur e të mbyshur. Sepse vazhdojnë të pikojnë lotët e nënës për birin e saj, dhe biri u rit, luftoi e trimëroi. Kujtimi i dhimbshëm i fëmijërit të së Emës për kështjellën i dha forcë e guzim që të mos dorëzohet asnjëherë në jetën e tij. Limi i Rozafës dhe mbajtja e fjalës së shoqit janë shembull për të gjithë shqiptarët shqiptar me radhë. Faleminderit për vëmendjen. Mos harroni të na ndiqni në kanalin Literatur Corner, Prof. Meser Radio.